Jo një gjë tjetër. Nëse mendoni se arkitektura e sigurisë globale që njohim nga viti 1945 është ende në këmbë, ngjarjet e orëve të fundit sapo na kanë vërtetuar krejtësisht të kundërtën. Një rrjedhje informacioni me rrezikshmëri të lartë nga samiti i Pekinit zbulon një ekuacion bërthamor që i zhvendos vijat e kuqe direkt në zemër të Europës perëndimore. Ndërsa në ujërat ndërkombëtare të Mesdheut, një incident diplomatik me aktivist europian po thyen përfundimisht urat tradicionale mes Brukselit dhe Tel Avivit, sot nuk do të komentojmë lajmet e sipërfaqes. Do të bëjmë analizën e ftohtë të rreshtimit të ri shumë polar dhe do të zbërthejmë një dokument diplomatik sekret, një deklarat që po tentohet të hartohet në Washington për të shmangur një përplasje globale me rreze të paparashikueshme. Jemi në një moment shumë kritik, të lutem qëndro me mua sepse do të flasim për këto zhvillime jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat është shumë e rëndësishme ti dish dhe ti kuptosh tani. Për të kuptuar dinamikën e këtij momenti historik, duhet të ndajmë propagandën e luftës nga lëvizjet reale në tabelën e shahut gjeopolitik botror. Bota nuk po përballet thjesht me kriza rajonale të izoluara, por me një pikë kthese. Gjithçka po riformatohet. Në këtë analizë të detajuar do të kalojmë në 3 etapa vendimtare. Spari do të shohim anatominë e incidentit në Mesdhe, ku ndalimi i flotës globale të qendresës dhe menaxhimi i tij mediatik po prodhon një krizë të paprecedent diplomatike për Izraelin në raport me kryeqytetet europiane dhe perëndimore. Së dyti do të zbërthejmë mesazhin bërthamor të Moskës dhe të Pekinit pas lëvizjeve të fundit në Bielorusi, dhe si ky pozicionim detyroi shtëpinë e bardhë në Washington të rishikojë retorikën e saj të forcës. Dhe në fund do të analizojmë pik për pik draft marrëveshjen prej 5 pikash që po ndërmjetësohet në këtë moment në prapasken nga Katari dhe Pakistani, si dhe arsyen pse ky propozim po ndesh në një rezistencë të ashpër brenda kabinetit izraelit. Çdo e dhënë që do të trajtojmë në këtë analizë miq bazohet në lëvizjet zyrtare në terren dhe në raporte strategjike të konfirmuara, duke shmangur çdo lloj zhurme të panevojshme ideologjike apo propagande. Kreshniku nuk merret me propagandë. Incidenti në Mesdhe ishte një tërmet diplomatik europian i shkallës parë, ku ishte edhe aktivisti shqiptar Bakik Goxhaj. Ta marrim pak ngjarjen që po ndryshon perceptimin politik në Europë. Në orët e fundit, vëmendja është përqendruar në gjitha në jug të Turqisë, ku u nis flota globale e qendresës. Ky grup i përbër nga aktivistë humanitar të gjitha komsive, gjuhëve dhe besimeve fetare, kishte si qëllim të deklaruar dërgimin e ndihmave mjekësore dhe ushqimore drejt Gazës përmes rrugës detare. Sipas raporteve detare, incidenti kritik ndodhi në ujërat ndërkombëtare pranë Çipros. Përpara se anijet të hynin në ujërat territoriale të Gazës, ato janë ndaluar me forcë nga forcat izraelite dhe aktivistët u arrestuan të gjithë. Nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare dhe të detit, ky veprim nuk klasifikohet si mbrojtje e thjesht kufirit, por si zbatimi një bllokade detare në hapësirë të hapur ujore, një lëvizje që mbart implikime të rënda juridike për Izraelin dhe qeverinë e Netanyahu's. Por ajo që e ktheu këtë operacion ushtarak në një krizë të thellë diplomatike ishte menaxhimi i mëvonshëm i krizës. Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit Itamar Ben-Gvir publikoi pamje të frikshme dhe video që dokumentonin trajtimin e ashpër dhe kushtet skandaloze të ndalimit të aktivistëve europian. Ky veprim synonte të projektonte një forcë dhe parandalim brenda skemës së brendshme politike izraelite.
u perceptua gjithashtu në Europë si një fyrje e drejt për drejt dhe një skandal i drejt për drejt institucional. Pam reagimin e aktivistëve pas arrestimit, folën për dhunën, për qëndrimin sfidues dhe krijuan një kontrast të fortë vizual që preku opinionin publik perëndimor. Ajo që vlerësohet sot si një gabim i rënd taktik i Ben-Gvirit në Izrael ka shkaktuar një reakcion zinxhir në të gjitha kryeqytetet europiane dhe në shumë prej kryeqytetet e botës. Mesdheu nuk është thjesht rrugë tregtare, është hapësira ku bazohet koncepti gjeopolitik i Europës juglindore. Për më tepër, shtetet europiane të ndërtuara mbi parimet e pas luftës së dytë botërore për të drejtat e njeriut dhe ligjin ndërkombëtar e kanë të pamundur të pranojnë që qytetarët e tyre të trajtohen në mënyrë kafshërore në ujërat ndërkombëtar. Pamjet e publikuara janë skandaloze dhe kanë zgjuar trauma historike në memorien kolektive europiane, duke sjellë reagime të ashpra, madje edhe nga grupe të krishtera që historikisht kanë mbajtur qëndrim mbështetës pro-Izraelit për motive fetare dhe religjioze. Edhe këta i kanë dalë kundër tashmë. Pasojat diplomatike janë të matshme. Italia ka thirrur zyrtarisht ambasadorin e Izraelit dhe po diskutohet mundësia e sanksioneve individuale ndaj zyrtarëve ekstremistë izraelit si Ben-Gvir. Spanja, Irlanda, Franca, Hollanda, Belgjika kanë ndërmarrë hapa të ngjashëm të koordinuar. Edhe Berlini, Gjermania në një deklaratë zyrtare e cilësoi sjelljen si të papranueshme. Ky izolim politik po përkthehet tashmë në një rritje të presionit të brendshëm në Europë për të rishikuar marrëveshjet e tregtisë së armëve me Izraelin, pra me Tel Avivin, duke dëshmuar se si një objektiv taktik afatshkurtër mund të konsumojë kapitalin diplomatik afatgjatë të një shteti, një lloj siç është duke ndodhur sot me Izraelin. Por ndërsa Europa po reagon në planin diplomatik, një krizë shumë e rrezikshme po zhvillohet në rrafshin bërthamor dhe këtu duhet të ndalemi me urgjencë sepse është e frikshme ajo që po ndodh. Rrjedhja e informacionit diplomatik nga Pekini dhe ekuacioni i ri gjeopolitik botëror. Në prapaskenën e samitit ruso-kinez në Pekin ka pasur një rrjedhje informacioni strategjik që ka vënë në lëvizje aparatet e sigurisë së NATO-s. Sipas këtyre të dhënave, një retorik e ashpër nga Washingtoni ku përdorimi i termave si zhdukja e një qytetërimi brenda një nate nënkuptonte opsionin bërthamor kundër Iranit. Moska ka vendosur tashmë një vijë të kuqe të re bashkë me Pekinin. Pretendohet nga kjo rrjedhje se Vladimir Putini ka bërë të qartë liderit kinez Xi Jinping se çdo përdorim i armëve bërthamore nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit do të pasohej me një përgjigje bërthamore ruse të drejtë për drejtë dhe të shpejtë në shënjestër Europën perëndimore, ajo që ju thash më brëm. Ky pozicionim krijon një ekuacion të ri. Moska po barazon mbrojtjen strategjike të Teheranit me mbrojtjen strategjike të Minskut dhe kjo është lojë e re. Kjo lëvizje diplomatike u pasua menjëherë me masa operacionale në terren. Ministria e Mbrojtjes ruse ka dislokuar kompetent bërthamor taktik në rajonin e Bielorusisë dhe ka nisur manovrat ushtarake të përbashkëta në shkallë të gjerë me Bielorusinë. Pamjet zyrtare të avionëve MiG-31 të pajisur me raketa hipersonike Kinjal, një konfigurim bërthamor, nuk janë thjesht stërvitje rutinë. Janë një mesazh parandalimi drejtuar qendrave të vendimarrjes së NATO-s në Europë dhe më gjerë. Reagimi i Kievit ishte i menjëhershëm, shprehu shqetësim të thellë për kërcënimin e sistemit global dhe të paktit për mospërhapjen bërthamore. Zyra ligjore e Kremlinit ka përgatitur
një kornizë prej 45 dokumentash juridik që argumentojnë të drejtën e Rusisë për të vendosur asete bërthamore në ish hapësirën sovjetike. Mesazhi është i qartë. Moska nuk e konsideron më veten të kufizuar në doktrinat e vjetra të pas luftës së ftohtë. Logjika e tyre tashmë po funksionon mbi parimin e reciprocitetit. Nëse Washingtoni rezervon të drejtën për të ndërhyrë ushtarakisht në lindjen e mesme, Rusia sipas gjasave do të riafirmoj zonën e saj të ndikimit në rajonin post-sovjetik. Kjo kundërpërgjigje e menjëhershme strategjike pati një efekt të menjëhershëm në shtëpinë e bardhë në Washington. Retorika agresive për butonin e kuq u tërhoq nga tavolina duke dëshmuar se strategjia e friksimit bërthamor është një barrierë pa kapërcyeshme. Për më tepër, ky tension ka pasur kosto të mëdha ekonomike për të gjitha palët. Vendet e Gjirit Persik e kanë parë rrezikun e një përshkallëzimi të tillë dhe kanë pezulluar ose anulluar marrëveshjet ekonomike me vlerë miliarda dollar me kompani amerikane, duke sjellë një izolim të papritur ekonomik të SBA-ve në një nga rajonet e tyre tradicionale, një nga rajonet me rëndësi etike për tregtinë globale. Kjo situatë ka vendosur administratën Trump përpara një dileme që analistët e quajnë kurthi i konsumimit. Një skenar që ai kishte premtuar ta shmangte gjatë fushatës së tij elektorale kur bëhej gati të vinte në shtëpinë e bardhë. Tu shkojmë tek draftmarrëveshja dhe refuzimi i Netanyahu. Për të dalë nga ky ngushtim gjeopolitik, Washingtoni ka filluar të testojë rrugët diplomatike përmes një deklarate me Iran. Ky dokument, i cili po ndërmjetësohet në mënyrë intensive nga Pakistani dhe Katari në këto momente, me pjesëmarrjen e Arabisë Saudite, Egjiptit dhe të Turqisë, synon të krijojë një urë kalimi drejt ndalimit të luftimeve pa i detyruar palët në marrëveshje ligjore të pakthyeshme në këtë fazë. Çfarë po ndodh? E janë të shohim shpejt e shpejt pikat kryesore të këtij drafti sekret, të cilat përfshin fillimisht ndalimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të veprimeve ushtarake aktive midis palëve. Vendosjen e një afati prej 30 ditësh për negociata intensive dhe të drejtë për drejta politike, që po bëhet tani, për caktimin e kufizimeve të reja mbi rezervat e uraniumit dhe nivelin e pasurimit të tij nga ana e Teheranit. Rihapjen e plot të ngushticës së Hormuzit për lirinë e lundrimit ndërkombëtar në koordinim të plot me autoritetet iraniane. Dhe ky është një zhvillim i madh, i cili na zbardh atë që po vjen. Krijimin e një mekanizmi të mbikëqyrur për lirimin gradual të fondeve financiare iraniane të ngrira në bankat perëndimore. Irani nuk bën asnjë hap pa marrë paret e bllokuara mbrapsht. Ndërsa Irani po tregon një fleksibilitet të kujdesshëm duke kërkuar garanci për programin e tij civil bërthamor dhe ndalimin e asaj që ata e cilësojnë si pirateri e anijeve të Iranit, pengesa më e madhe vjen nga Tel Avivi. Kryeministri Netanyahu e ka refuzuar erazi këtë draft amerikan duke insistuar se vetëm presioni ushtarak maksimal mund të sjellë kapitullimin e sistemit iranian dhe asgjë tjetër përveç luftës. Ky hendek strategjik i ri mes Washingtonit dhe Tel Avivit po thellohet edhe më shumë nga paralajmërimet e inteligjencës perëndimore. Revista amerikane Newsweek ka botuar një analizë ku thekson se presioni i tepërt mund të prodhojë efektin e kundërt. Për dekada me radhë, programi ushtarak bërthamor i Iranit është kufizuar zyrtarisht nga një fetva fetare e liderit suprem Khomeini, mirë po, me ardhjen e udhëheqjes së re politike në Teheran, ekziston rreziku real që kjo doktrinë fetare ndryshojë, duke i dhënë legjitimitet politik dhe teologjik
zotërimit të një arme bërthamore si një mjet mbrojtës dhe mbrojtës i Republikës Islamike të Iranit. Në të njëjtën kohë, konfuzioni strategjik i Washingtonit është duke u shfaqur edhe në rajonin e Amerikës Latine. Deklaratat e fundit të sekretarit të shtetit Marco Rubio, i cili Kubën për bashkëpunim ushtarak me Rusinë e akuzoi Kubën dhe me Kinën, është një përpjekje për të zhvendosur vëmendjen nga pamundësia për të kontrolluar ngritjen e bllokut lindor në lindjen e mesme. Tashmë të shohim se cili është konkluzioni i kësaj histori. Të gjitha këto lëvizje, miq të dashur, të koordinuara tregojnë se kemi hyrë në botën shumë polare. Ne jemi në epokën e parandalimit ushtarak të diplomacisë asimetrike. Përgjigja bërthamore e Moskës, izolimi diplomatik i Izraelit në Europë dhe tërheqja e retorikës agresive të shtëpisë së bardhë janë treguesit më të qartë të këtij realiteti të ri tashmë që sundon botë. Tash pyetja që mbetet për t'u analizuar në ditët në vijim është kjo: a do të pranojë Washingtoni një tërheqje të menaxhuar strategjike nga lindja e mesme, duke ulur në negociata, apo do të tentojë të hapë një vatër të re krize në një rajon tjetër për të ruajtur peshën e vet global? Jeni të lutur ta lini mendimin tuaj duke argumentuar te komentet më poshtë lidhur me këtë çështje. Mos harroni ta shpërndani këtë analizë me ata që kërkojnë të kuptojnë lëvizjet e vërteta të sigurisë globale, përrjedhoj dhe të ardhmen e Ballkanit dhe të Shqipërisë, të gjithë ju që doni të bashkoheni përpjekjeve tona për të shpëtuar Shqipërinë dhe për të dalë zot vendit nga ky moment i rrezikshëm që po kalon vendi. Jeni të lutur të na bashkoheni tek komenti i parë i pinuar poshtë, do të gjeni linkun ku mund të na bashkoheni. Për gjithë ata që thonë, çfarë po bëni përveç fjalëve, analizave dhe shpjegimeve. Mirë takofshim shpejt, sepse në darkë do të ketë zhvillime shumë të mëdha, të cilat do t'i flasim këtu. Mirë dëgjofshim.